Të nderuar vëllezër besimtar, transmeton Xhabiri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në muajin Ramazan ummetit popullit tim u janë dhënë 5 gjëra që nuk jo është dhënë asnjë të dërguari tjetër para meje. Pra në natën e parë të Ramazanit Allahu Dhul Xhelal e lëshon mëshirën në to, e këta mëshiroj Allahu Dhul Xhelal ata kurrë nuk do ta dënon. Aroma që del nga goja e agjëruesve është më e këndshme te Allahu Dhul Xhelal se sa aroma e miskut. Vërtet, melekët e Allahut Dhul Xhelal kërkojnë falje për besimtarët gjatë ditës dhe natës të muajit të shenjtë të Ramazanit. Allahu Xhelle Shanuhu urdhëron xhenetin e tij dhe i thot: përgatitu dhe zbukurohu për robërit e mi. Dhe në natën e fundit Allahu Dhul Xhelal i fal të gjithë njerëzit që e kanë agjëruar muajin e shenjtë të Ramazanit.